Atëherë, Ermal, për ta saktuar dhe për qenë më korrekt me gjithë procedurën, ka nisur gjykimi apo jo? Ditën e sotme, në fakt, gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e prokurorisë duke kaluar dosjen për gjykim në ngarkim të ish kreut të Bashkisë së Shkodrës Bars Paia. Për këtë të fundit, ka qenë prokuria e posaçme që ka vijuar hetimet në lidhje me një kallëzim të depozituar në drejtim të tij nga ish drejtori i ujësjellësit të Shkodrës, ku ky i fundit është larguar nga puna me firmën e Bars Pais dhe gjithashtu ka fituar, të drejtën e rikthimit në detyrë përmes një vendimi të gjykatës, të cilin më pas e ka depozituar në Bashkinë e Shkodrës, por sërish nga drejtuesi i kësaj bashkie që në atë kohë rezultonte Bars Paia nuk është zbatuar ky vendim gjykata. E për këtë prokuria e posaçme fillimisht e ka marrë të pandehur Bars Pain për akuzën e pengimit të zbatimit të vendimit të gjykatës, e tashmë gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK që të vijojë procesi gjyqësor në drejtim të Bars Pais në lidhje me këtë akuzë pra të pengimit të zbatimit të vendimit të gjykatës. Nga ana tjetër vetë Bars Paia në një deklaratë për mediat ka mohuar akuzat e prokurorisë duke kundërshtuar këtë të fundit me dyshimin se është hartuar në zyrat e Partisë Socialiste e gjithë padia në drejtim të Bars Pais dhe nuk ka tjetër, prokuria e posaçme tashmë do të vijë procesin gjyqësor pas miratimit dhe të gjykatës dhe do të shohim se kur do të jetë seanca e parë ku do të zhvillohet ky proces. Nga ana tjetër vetë Bars Paia ndër të tjera ka refuzuar që procesin ndaj tij të vijojë me gjykim të shkurtuar, pra do të kemi një gjykim të zakonshëm të kësaj dosi në rast se zoti Paia do të pranonte gjykimin e shkurtuar, nëse ai do të gjendej fajtor nga gjykata do të përfitonte ulje të dënimit me 1/3.